Artemisit, me respektin e veçantë dhe gjithë dashurinë e një motre, Ajnejbër Hysej, Tiranë, 16 prill 2025. Gravur me ngjyrat e kohës. Faleminderit Ajne. Ajnejbër Hysej, me frymën e poezive. Nëse ndonjë ditë i humbas fjalët, duke u munduar të krijoj një varg për ty, atë ditë, dije, nuk ka mbet asgjë në këtë shpirt që mund t'i plotësoj fjalët aq të fisme. Nëse ndonjë ditë e sheh të udhës, patjetër, dëshiron t'i përkasësh dikujt, bota ka kohë që ty të ka harruar. Dhe atë ditë nuk ka mbetur asnjë ndjenjë në trup. Nëse një ditë i lodhur nga ngjyrat e jetës, të rëndon krahët pesha e pendimit, atë ditë ka kohë që dielli ka perënduar. Ndaj përqafo hijet e hapave të frymës së fundit. Nëse një ditë mundohesh t'i bësh rreze buzëqeshje, mbi flok të rëndon pesha e stinëve, pasioni dhimbjeve, sytë të përvëllohen pas të shpërimit të dimrit. Dije, unë do t'jem aty, me frymën e poezive. Dhe një poezi tjetër, nesër. Është i vetmi diell që ngroh shpirtin e etur. Kudo, rrezet përqafojnë botën. Dhe rrezja e parë mëngjesit lutet në ankthin e gjuhësime. Kambanat bien fuqishëm, shekujt gjëmojnë në çdo gur. Rrezja për ulet përqafon dhimbjen e heshtur. Është një vend i vogël, ku dielli ngroh më shumë se këtu. Në rrezet e heshtura lexoj ka diçka më fisnike në humbjen e trojanëve, se sa në fitoren e grekëve. Bota ja njohu luftën. E njëjta ende nuk ja ka njohur vuajtjen. Ende qanë nën plasat e shkëmbit. E një zëdrite pret të lindë dielli. Ende në përkohë, dhimbja shkelet padrejtësisht. Ende kulla ruan gjakun mbi gur, mban aromën e pajës me kujtesën e ditës me diell. Ende gjëmon veku me flak të mallit. Vajza sy shqipojnë një qerpik të syrit që ndispajen. Fatin e thur në rrezën e parë të mëngjesit. Dhe mall është fryma e shpirtit që jep zë vargut. Është britma e parë e lindjes së dritës së diellit. Është belbëzimi i fjalëve të heshtura që ta gërryen shpirtin. Malli është etje që mban gjallë frymën time. Ajnejbër Hysej, gravur me ngjyrat e kohës.